Rozana e pyet nëse do ta atakoj pasi të dalja si përgjigjet Gjesti për Xhenetën. Kanë mbetur vetëm edhe 2 ditë për në finalen e madhe të Big Brother VIP Albania 4. Në finale janë 4 personazhe: Rozana Radi, Lart Vasili, Gjesti dhe Eglitako. Së fundmi këngëtari ka folur për ish partneren e tij Xheneta Fetau. Ai thekson se kur të dalë jashtë nuk do ta shoh më dhe se nuk ka më punë me të. Pjesë nga biseda me Rozanën, Gjesti: "A syt nuk kam me ja pa hiç. Rozana: "Po nëse ajo kërkon." Gjesti: "Nuk ka kërkim këtu, pik, kërkimi nuk ka këtu. Nuk mundet më me pas kërkim." Rozana: "Sa ke ndenjur me të që nga momenti që jeni bërë bashkë?" Gjesti: "Gati 3. Rozana: "Jo 3 muaj nuk mundet me qenë, se nuk jeni lidhur që në fillim." Gjesti: Po, në fillim gati 3. Edhe më vjen shumë mirë, faleminderit çdo gjë që ka bërë. Inshallah ja çel rrugët Zoti, e ruajt Zoti, inshallah është gjithë e lumtur. Nuk dua të kem punë me të." Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të përqeni videot dhe të lini komentin tuaj.